Kontrollet e shtuara të policisë në komunikacionin rrugor në Gjakov gjatë 10 ditëve të fundit kanë evidentuar një numër të lartë të drejtuesve të automjeteve që kanë vozitur në ndikimin e alkoolit. Në kuadër të planeve operative Alkooli dhe Vera 2026, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Gjakov ka realizuar 1892 alkool teste ku 123 shofer kanë rezultuar pozitiv. Ndaj tyre është marrë masa mbrojtëse e konfiskimit të patent shoferit. Gjatë kësaj periudhe, policia ka shqiptuar edhe 1580 gjoba për kundërvajtje të ndryshme në trafik, kryesisht për tejkalimin e shpejtësisë, tejkalime të pasigurta, përdorim të telefonit gjatë vozitjes, mos vendosje të helmetës mbrojtëse dhe shkelje të tjera të rregullave të komunikacionit. Po ashtu, në kuadër të planit operativ Vera 2026, janë identifikuar edhe 2 raste të posedimit të narkotikëve dhe një rast i armbajtjes pa leje. Policia gjithashtu ka apeluar te të gjithë pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor në Gjakov që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të shmangin drejtimin e automjeteve në ndikimin e alkoolit, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore.